Futbollisti kombëtares shqiptare Arber Hoxha është duke zhvilluar një sezon shumë të mirë në Kroaci. Sipas raportimeve të mediave turke dhe kroate, Galatasaray ka bërë ofertë Dinamos së Zagrebit për sulmuesin kuqezi, por kroatët nuk do të lejojnë largimin e tij në këtë fazë të sezonit. Klubi e konsideron Hoxhën një pjesë shumë të rëndësishme të skuadrës dhe planifikon ta mbajë atë të paktën deri në fund të sezonit. Raportohet gjithashtu se një ofertë më bindëse është nga Fenerbahçe në një marrëveshje të mundshme që lidhet edhe me portierin Dominik Livakovic. Do të ishte më e pranueshme për Dinamon, por situata mund të ndryshojë vetëm nëse paraqitet një propozim financiar i konsiderueshëm para mbylljes së afatit kalimtar. Kujtojmë se Arber Hoxha po kalon një sezon pozitiv me Dinamon, ku në 17 paraqitje në ligën vendase ka realizuar 6 gola dhe ka dhënë 3 asist. Me kombëtaren e Shqipërisë ai numëron 21 paraqitje dhe 1 gol. Kontrata e 27 vjeçarit me Dinamon e Zagrebit është e vlefshme deri në qershor 2029, ndërsa vlera e tij aktuale në treg sipas Transfermarkt vlerësohet rreth 2.5 milionë euro.